A do të mund të zgjidhet Albulena Haxhiu kryetare e kuvendit sot? Emri që sërish do ta propozoj lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit është Albulena Haxhiu, e njëjta që nuk arriti të marrë votat në legjislaturën e 9. E pasi emri i saj nuk eci pas një ngërçi 6 mujor, votat për ta udhëhequr një legjislaturë që nuk kreu asnjë punë legjislative i mori Dimal Basha, po i njëjti pas mbledhjes me përfaqësuesit e partive parlamentare tha se është arritur konsensus mes partive edhe për votimin në pako të 5 nënkryetarëve, por edhe për zgjedhjen e kryetarit. Kjo do të mbetet të shihet pas orës 17 atëherë kur pritet të nisë seanca konstituive. Në bazë të asaj që tha Basha, i cili ishte i vetmi që foli pas mbledhjes, kuvendi do të konstituohet sot, madje duke e votuar kryetare Haxhiun, emri që nuk u votua prej partive tjera parlamentare herën e kaluar. Përveç saj, edhe vetëvendosje pritet që ta respektojë gjykimin e gjykatës kushtetuese për nënkryetarin e komunitetit serb. Nëse konstituohet kuvendi, presidenti Vjosa Osmani duhet ta mandatojë kandidatin për kryeministër, që në këtë rast është i pari vetëvendosës Albin Kurti. Më pas duhet të thirret mbledhja e kryesisë për ta caktuar seancën për qeverinë.